Fjala ime doli, po jo 100%, ku kam premtuar që Edi Ramës prangat në zyrë do t'ja vënë. I pas kanë kërkuar telefonin, se kanë marrë. Nuk pas kanë dorëzuar patllaken, por Belin e dorëzoi, sado që bëri një lojë kungulleshkash me gjykatën kushtetuese, që ai mendon se akoma e urdhëron. Le të presim 71 kartonat se si do të votojnë. A do t'i hiqet imuniteti Belas, që ka zënë pikërisht me Belin, pastruesen e Greqisë, analfabeten me një diplomë nga Shkodër Lloçja, djepi kulturës së shqiptarisë, që ka turpruar pikërisht kjo hajdute ordinere me tenderet e saj abuziv. Ata kriminal që janë paguar prej saj dhe që mua këtu në Francë më kanë kërcënuar një vit më parë direkt në telefon, po jo rikujtoj. Në burg do shkoj Beli, jo fjala ime. Fjala nuk burgoset. Nëse mendoni se keni të drejtë, le të presim ato përqindje të vogla të dosjeve të krimit të saj që do të bëjnë sebeb që të largohet edhe kjo shushunjë e importuar nga Greqia, fatkeqësisht me një diplomë falso, që askush se mohon se ajo është një ignorante pa shkollë. Fatkeqësisht numri 2 idiotit idiot drama. Në burg do shkosh edhe ti Ram, ta kam thënë. Amerika prangat në zyrë do t'i vëj. Atë presim.